shpesh që pa Erion Veliajn nuk do kishte dosje 5D, se është dhe dosje 5D shumë e rëndësishme ndryshe nga inceneratori nga denuncimet tuaja. Juridikisht, politikisht, cila është prova më e fortë sipas teje që e lidh Erion Veliajn me dosjen 5D? Për te momentit fushatës dhe asfaltimit, kësaj. Atëherë, përveç tenderave që këta kanë marrë 24 milionë euro tendera dhe kanë marrë tendera nga buxheti i Bashkisë Tiranë, dhe kanë marrë nga Bashkia e Tiranës. Dhe janë titullarët më të lartë të Bashkisë Tiranë. Ne po flasim për një drejtues, të gjithë drejtorët, shtabi drejtuesi 5D-s. Dhe ne po flasim për një sistem që funksionon në mënyrë kapilare. A u përballen me ta në fushat? Kur jon patjetër që po, kishin të ndarë njësit, unë kam nxjerrë edhe njësit ku kanë qenë të deleguar, duke filluar nga qatoja ke njësia numër 4, ke Tusha që kontrollonte në fakt të gjithë Bashkinë Tiranë, territorin, ke Molla që ishte në njësi 1 dhe 2, e Debora që ka patur një pjesë që merre Merinin, e të gjithë me radhë, të gjithë drejtorët kanë patur foto tjera po këtë. Po drejtori i policisë bashkiake, drejtorët e rrugëve, nuk e di. Ky policistë bashkiake një emër që atëherë që na rrugës, ndërkohë mbaj mend Erion Rapaj në ato të rrugëve që ishte i deleguar në kombinat. Që një ky zullumçari ishte Kacidhja i deleguar Usilci ke njësia 2. Që ky drejtori i policisë bashkiake për atë kohë akuzonin që kontrollonte tregjet, kontrollonte shitblerjen e frutaperimeve në Tiranë, kishte hapur biznese familjare, kontrollonte biznesin e dherave, ke inceneratori, ke dosja inceneratori që është një nga gjërat që është e pamohshme. Mbetemi ke logjika këtu. Pra një kryetar bashkie që dinte se sa komente, shere dhe like kishte në Facebook çdo ditë dhe që merrte një raport detajuar, është alogjike të pretendosh që ky individ me firmën e tij në buxhetin e Bashkisë Tiranë i ka dhënë 10 milionë euro varësve të tij, drejtorëve të tij dhe ai s'di gjë. Nga ana tjetër mos harroni që bëhet fjalë edhe për të paktën 3 leje ndërtimi, që janë pjesë e asaj dosje, të dhëna nga Bashkia e Tiranës për kompaninë e këtyre ndërtimit, që i ndërtonin këta. Dakor. Nga vetë dora e Erion Veliaj. A mendon që këto janë prova? Dhe nuk është vetëm Erion Veliaj. Indicje perceptim politik. Nuk është vetëm Erion Veliaj, aty është edhe Arbian Mazniku, ish zëvendës kryetari i Bashkisë Tiranë, që në fakt ajo çka u perceptua si një fuqizimi i Erion Veliajt kur Rama në 2023 vendosi që Maznikun ta shkëpuste nga nënkryetar bashkie, ta ishte nga bashkia dhe ta emëronte ministër atëherë në kabinetin e tij, ajo që u konsiderua atëherë si një fuqizim i Erion Veliajt, në fakt rezultoi në një shkëputje apo shpëtim apo kamardare për Arbian Maznikun, në mënyrë që kur të goditej Bashkia e Tiranës, Mazniku të mbetej i papërlyeshëm. Tjetër historike. Shkojmë tani. Dhe ky është fakt.